Gjithë ata që udhëtojnë nga Borreli në Skuraj në orët e para të mëngjesit përballen me mjegull të dendur në zonën e Ulzës. Për drejtuesit e mjeteve, prania e mjegullës së dendur është problem, pasi kufizon shikueshmërinë, ndërsa shpesh kthehet edhe në burim aksidenti. Ndërkohë banorët e zonës shprehen se prania e mjegullës vjen si rezultat i liçenit të Ulzës dhe është e pranishme që më ndërtimin e këtij hidrocentrali. Ata shprehen se dëmet nga mjegulla janë të mëdha si në bimësi ashtu dhe për njeriun. Megjithatë, Gek Kalthi shprehet se tashmë banorët janë mësuar me praninë e mjegullës në çdo stin, por shqetësimi është për frutikulturën e të mbjellat e tjera, të cilët prania e tepërt e lagështisë i dëmton rënd. Mjegulla në fshatin tonë dikure ka pa sill lumi, tash të sill liçeni, por e domshme është për çdo gjë është e domshme, për vrestërin, për kopshnojt, për të gjitha. Ne kuptojmë për njerëzit për lagështirë është jo. Mjegulla është e domshme për gjitha bujqësinë, për gjitha është e domshme mjegulla. Edhe për çdo gjallë, se ma lagështinë e gjatën e këtyre, për çdo baktinë, për gjitha është e domshme, po ndodhem këtu. Po jetojmë këtu, po shkojmë këtu, nuk kemi ka hikim, na ka ra për pjesë. Pranimet të madhe të mjegullës ka në fshatin Kokordok, si dhe në Bushkash të Bashkisë Matë, fshatra këto që janë më pranë në liçenit.